Flamurtari eliminohet nga Kupa e Shqipërisë. Ekipi vlonjat ka humbur në transfert përballë Elbasanit në shifrat 2-1, ndërsa për të përcaktuar ekipin që do kualifikojë më tej është dashur edhe koha shtesë. Ndeshja është luajtur në stadiumin Elbasan Arena të qytetit të Elbasanit, ndërkohë që të dyja ekipet kishin syndimin për të kaluar më tej në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë. I pari që do të kalojë në avantazh do të jetë pikërisht ekipi i Elbasanit, që do të realizojë minutën e 30 të ndeshjes, duke mbyllur edhe pjesën e parë në shifrat 1-0. Ndërkohë në pjesën e dytë ekipi i Flamurtarit ka arritur të gjejë edhe golin e barazimit në minutën e 56 me anë të Oshafit, ndërsa në shifrat 1-1 është mbyllur edhe krejt ndeshja në kohën e saj të rregullt. Për të përcaktuar ekipin fitues është dashur koha shtesë 2 herë nga 15 minuta. Në shtesën e parë dhe në fund të saj ekipi i Flamurtarit ka patur mundësinë më të mirë për të kaluar në avantazh, ndërsa Trashi ka humbur një penallti, teksa në shtesën e dytë Elbasani, edhe pse kishte mbetur me 10 vet, ka arritur të gjejë edhe golin e fitores, duke mbyllur ndeshjen 2-1 dhe siguruar kështu kualifikimin. Gjithçka zgjidhur në kohën shtesë, ndërsa është menduar se mund të duheshin edhe penalltit. Megjithatë, 5 minuta përpara përfundimit të kohës së dytë shtesë, ekipi i Elbasanit ka arritur të kalojë për më tej, duke marrë kështu një fitore shumë të rëndësishme në kompeticionin e Kupës së Shqipërisë. Tashmë vëmendja e vetme për ekipin e Flamurtarit mbetet padyshim tek kampionati, ku të mërkurën do të luhet edhe ndeshja e parë për vitin 2026, pikërisht në kampionatin kombëtar të futbollit, teksa vlonjatët do të udhtojnë sërish ndaj Elbasanit, ku do të ndeshen me këtë të fundit në stadiumin e qytetit të Elbasanit, ndeshje e cila do të luhet në orën 17 të ditës së mërkurë.